Lind Kolliçi, Nikola Kedhi, Erisa Bajaziti, plus Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarka. Ore, shumë nën kryetar jeni. 5 nën kryetar. Sa antar ka PD-ja? Në letra. Po letra. Po një 40 e ca mijë. 40 e ca mijë. Nga 100.000 që ka lënë Astrid Patozi. 100.000. Kush i la? Astrid Patozi në kryetar. Ju i la me dokument flas. Ka qenë kryetar Sali Berisha mos e di. Nën kryetar thashun 120.000 antar. 120.000 ka qenë më shumë. Okej, tani atëherë kishit vetëm një nën kryetar jo. Tani keni 5. Kishim 2, ishte dhe Zonja Topalli. Ishte dhe Zonja Topalli, po 2. Tani keni 5. Çik si lulzim duket dhe kjo mua. Shiko, organizimi ka strategjitë e saj. Unë nuk duhet ta paragjykoj, sigurisht sa më shumë ulet pesha, pra kur ka shumë si ty, nuk ketë një të vlerë kur je vetëm ti. Ashtë kështu. Po. Megjithatë është strategji. Do të thuaj që është një taktik që Gazmend Bardhi mos ketë atë peshë që kishte? Nuk mendoj që preket apo ka ndodhur diçka për shkak të zotit Bardhi, ka ndodhur një strategji në mendjen e zotit Berisha, unë me paktën më sa një, ka dashur të përfshi sa më shumë rryma shoqërisë në këtë moment ku ndodhet Shqipëria. Për shumë Zonja Bajaziti përfaqëson diasporën. Po, këtë duhet thosha, më thuaj diçka për këtë të zgjedhur. Zonja Erisa Bajaziti, se një profil i lartë akademik, besoj, nga më të lartët që ka. Është profil i lartë, e diasporës. Po, vjen nga Belgjika. Është menduar që diaspora... E kam intervistuar në këtë studio dhe më ka lënë impresion, kam impresion shumë të mirë. Diasporat ketë përfaqësues, rinjat ketë përfaqësues, pra... Nikola Kedhi është për nga rinjat? Përfaqësues nga rinjat. Si e vlerëson, Nikola? Me të gjithë ka marrëdhënie të shkëlqyera. Lind Kolliçi? Vetëm ajo ishte gar, mu duk mua. Jam i sakt? Deri diku. Po pse deri diku? Sepse nuk janë testuar në popull, janë testuar brenda konjunkturave të partisë. Po mirë pra, gar, po themi... Po të shikosh kompozicionin, gar aty? Po të shikosh kompozicionin e Këshillit Kombëtar, lexon garën pastaj. Pra, nga çfarë përbëhet ky Këshilli Kombëtar? Po ka një 70 veta të forumit rinor, po ka ca të forumit gruas, po prandaj fitoi Belindi. Janë konjunktura partie këto. Qartë, sekretar organizativ Klevis Balliu. Është marrë me çështjet e organizimit. Mendoj që ka gjitha mundësit për ta bërë mirë këtë punë. Sekretar për burimet njerëzore Andi Musafaj. Duhet provuar, djalë i ri, sigurisht e ka dëshirën, vullnetin për të punuar. Sekretar për çështje ligjore dhe zgjedhore Marash Logu. Tepër i ri për këtë detyrë, urrejtja dalë mbarë. Sekretar për marrëdhënie me publikun Viola Kapedani. Është një zoj nga Durrësi, meriton mbështetje, duhet parë puna e saj. Ka qenë aktive në... Marrëdhënie me publikun duhet kishit një në kuptimin e mirë, jo të keq, si Goebbelsi, domethënë që të zgjej partia. Nuk ka nevojë partia për Goebbels, se thash kuptimin e mirë, jo të keq. Në forma të tjera. Sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile Eva Metaj. Është një vajzë që vjen nga Forumi Rinor, shumë aktive, meriton të promovohet pa diskutim. Po mirë promovohet, po kjo është qeveria e PD-s në hije. Sekretar për integrimin evropian Fioral Badizari. Vjen nga bota e medias, është marrë me aktivitetet ndryshme, gëzoj respekt për zonën Dizdari. Sekretar për emigracionit dhe diasporën e Temaga, edhe ky është një personalitet. Vjen nga diaspora, është profesor në Paris. Nga ata që ikën në dy korrik në ambasadat. Po, është e vërtet. Edhe është në Francë. Ka misi. Tani, ju doni që të komentoj emrat? Po. Sekretar për digitalizimin Tion Kapedani. Një vlerë në Partinë Demokratike. Sekretar për infrastrukturën dhe territorin Gentian Karpata. Kaprata apo Karpata? Kaprata. Po? Duhet të shikojmë punën. Se nuk është natyrë, kam përshtypjen, nuk është e profilit mirëfill politik. Jo, këta janë çështje teknike. Po këta do janë qeveria o sekretar për çështjet e pronave dhe luftën kundër korrupsionit Endira Bushati. Shumë mirë. Shumë mirë është, po ç'lidhje ka çështja e pronave me luftën kundër korrupsionit o Lisandër? Kanë vendosur të bashkojnë bashkë. Se kuptoj këtë. Sekretar për drejtat e njerëzit Franc Nuri. Është vlerë në Partinë Demokratike. Sekretar për ndjekur politik Shkëlqim Lepenica. Pa diskutim që do e çoj përpara çështjen e të përndjekurve. Sekretar për pushtetin lokal Ylli Aslani. Me një eksperiencë të jashtëzakonshme. Po shikoj që ishte një me eksperiencë. Sekretar për aksionin qytetar Erges Eskiu. Është djalë që vjen nga terreni, është një njeri i punës. Antar të Komisionit të Apelimit Adriana Kalaja, Besart Logu, Shaqir Manjani, Suina Aslana dhe Gentian Koçi. Ju urojmë suksese Komisionit të Apelimit. Suksese në jetë kishë fjalën? Jo, suksese. Suksese, tha se mos ishte me ironi. Tani pyetja për ta mbyllur fare këtë. Me këtë ekip fiton PD-ja zgjedhjet? Tani do të mbyllësh emisionin? Jo emisionin.
këtë pjesë, këtë temë. Nuk është çështje ekipi. S'ka qenë kur çështje ekipi. Njëherë kemi një problem madhor që nuk e shtjelluam dot për njerëzit. Çfarë po ndodh, Roland? Ku? Në Shqipëri. Po menjëherë po më thuj këtë njerëz se direkt do kaloj te protesta dhe aty e kemi këtë pjesë. Atëre këtë përgjigje. A fiton PD-ja zgjedhjet me këtë staf, me këtë përgjigje do të ta jap kur të bësh pyetje për protestën dhe jo përpara se nuk do merrte kuptim pastaj. Se unë do flas për të dytën për dalte e para. Këtu s'ke zgjedhje, dhe s'ka qenë çështje ekipi. S'dyti, ky ekip ka një detyrë të vetme. Çfarë detyrë? Të dëshmoj, pasi të kthehet partia në legitimitet, se s'kam hequr dorë nga kjo punë, të dëshmoj. Ti do ta çosh në komision të apelimit? Unë do ndjek gjykatë e partisë, rrugët ligjore. Edhe ligjore. Brenda partisë? Brenda dhe jashtë PD-s. Edhe në derisa gjykatë? të kthehet legitimitet gjëja, kjo është shumë e rëndësishme. Do ta çosh në gjykatë? Edhe një herë, i kam dhënë mundësi partisë që të nuk jam vetëm. Kush është tjetër? Unë, sa po ju thash, janë disa njerëz. Po kush janë? Po janë antar Këshilli Kombëtar, antar kryesie, Deputet ka? deputet partisë. Ka dhe deputet. A mund ta i thuash emrat? Jo, sepse do bëjmë. Kan frikë ata. Jo, s'është. Po çajnë këta, pse keni frikë? Dili valla si Lisandri se çan kokën fare. Nuk është çështje frike, është çështje që ne presim mirë kuptimin e kolegëve për gjetur një zgjidhje për këtë gjë e cila s'duhet na kishte. Keni për ta gjetur Lisandër në mirë kuptim. Po diçka do gjejmë. Vim aty ku ti me të drejtë ke atë që te situata politike. Këtu nuk ka zgjedhje. Në momentin që këtu nuk ka zgjedhje dhe nuk bëhen zgjedhje, çfarë do lloj ekipi të kesh, ti nuk fiton dot. Po dhe pse bën ekip, pse bën ekip? Atëherë, partitë politike janë detyruara të bëjnë zgjedhje brenda vetes vet dhe janë detyruara të merren me politikë, se ndryshe i bie tulit. Si zgjedhet kjo pastaj? Zgjedhet përmes një qeverie teknike, e cila ka kohë që kërkohet Shqipëri. Sikën ai. Ta kam thënë një herë ku kemi qenë diku në një vend. Sikën. Unë mendoj që nuk e mban dot më. Ore po sikën o. Nuk e mban dot më. Do iki.